Shërbesa e dytë e dhëndrit është një vazhdim i shërbesës parë për temat. Në temat e sotme kemi tre shumë të rëndësishme. E para, rritet konflikti ndërmjet Zotit dhe farisejve. Dhe kemi qortimin që Zoti i bën farisejve për një fetari të rreme, që shikonin vetëm gjërat e jashtme dhe jo pastrimin e brendshëm shpirtëror. E kjo është shumë e rëndësishme për ne sot, sepse shumë njerëz ndoshta mund ta ndjekin agjërimin, lutjet e gjithçka tjetër, kreshmat, por nëse nuk pastrojnë zemrën e tyre, gjithë puna tjetër është e kotë. Ajo vetëm do japi një krenari boshe e do japi një kofortësi. Prandaj dhe Zoti i qorton aqërën. Dhe tema e dytë dhe shumë e rëndësishme është e ardhjes dytë të Zotit. Zoti premtoi që do kthehej përsëri. Erdhi herën e parë për të shpëtuar njerëzit, jo për të gjykuar. Herën e dytë do vijë edhe si gjykatës. Dhe tregojnë dy paravoli që tregon Perëndia. E para është 10 virgjëreshave. Dhe Zoti tregon këtë paravoli për të rritur vigjilencën tonë e për të përgatitur për takimin që do kemi me Perëndin. Dhe tregon shumë bukur nëpërmjet një paravolie. 10 virgjëresha po prisin që të vinte dhëndri. 5 ishin të mençura e 5 të marra. Ato të mençurat kishin marrë vajin tek llampat e tyre, ndërsa të marrat jo. Dhe meqense dhëndri po venonte, ato i zuri gjumi. Ku në mes të natës u dëgjua një zhurmë, me tha ja dhëndri po vjen. Dhe ata që ishin të mençura u ngritën, ndezën llampat dhe ishin gati. Ato të tjerat ju kërkuan këtyre pak vaj, dhe ato i thanë që kjo që kemi ne nuk mund të dali edhe për ju, po shkoni në treg dhe të blini. Dhe ato shkuan për të blerë, por në të kohë dera u mbyll. Dhe kur erdhën dhe trokitën, Zoti i thot, unë ju kjo njoh juve. Çfarë do thot kjo paravoli për ne? E kush është llampa realisht? Llampa është pikërisht drita e shpirtit tonë. Edhe vaji është hiri i shpirtit shenjtë, sepse nëse ne nuk fitojmë hirin e shpirtit shenjtë sa kohë që jemi gjallë, nuk mund ta fitojmë dot kur të kapërcejmë atë kufi. Kjo është koha e përshtatshme, kështu shkruan Shën Pavli. Kjo është koha e bolitshme. Sot është dita e shpëtimit. Prandaj dhe Zoti kërkon nga ne që të jemi vigjilent. Jo plogështia, indiferenca, duke shtyrë që do kem kohë se do pendohem më vonë, ndoshta një ditë mund na vi vdekja pa pritur e të papenduar. Prandaj dhe gjatë kësaj jave Zoti na këshillon dhe na mëson dhe na kujton për të na bërë të zgjuar. Jo të zgjuar vetëm thjesht si i mençur, por për të qëndruar zgjuar duke qenë vigjilent ka shi çdo gjëje tjetër. Nëse ne do kemi vajin tek llampat tona, do hyjmë bashkë me dhëndrin në mbretërinë e tij. Dhe vaji është hiri i shpirtit shenjtë që sjell gëzim. Si themi kur kemi mirosjen, lyhet shërbëtori i Perëndis filani me vaj gëzimi dhe gazëllimi për shpëtim shpirti edhe trupi. E ky vaj, gazëllimi dhe gëzimi është pikërisht fitimi i hirit të shpirtit shenjtë, që për shenjtorët ishte përsosja më e madhe që mund të realizojë një njeri. Dhe kjo rrugë është e hapur për gjithë secilin nga ne, sepse Zoti nuk mund ta vejë dot në një barr që nuk e mbajmë dot. Çdo njeri nëse do përpiqet, do realizojë këtë dë. Dhe paravolia e dytë është paravolia që përmendëm edhe dje e talentave. Dhe Zoti kërkon nga ne që ta ushtrojmë talentin tonë. E gjithçka që na ka dhënë ta shumëfishojmë përsëri, sepse nëse ne nuk e shumëfishojmë atë, çfarë do thot talenti tek ne? Talenti kur nuk punohet është një jetë e çuar dëm. E për fatin tonë të keq ne shohim shumë jetë të tilla në botën e sotme, e në kohën e sotme. Le të mundohemi që dhuratën që ka dhënë Perëndia ta shtojmë e ta shumojmë, sepse jo vetëm që ne do mbushim me gëzim, por siç themi gjithmonë, edhe njerëzit që janë rrotullnesh mund ndriçohen nga ne. Nëse ne nuk e ndezim kandilin e shpirtit tonë, si do i ndriçojmë dot të tjetër? Një kandil i fikur nuk ndriçon. Prandaj le ta ndezim llambën e shpirtit tonë e ta mbushim me dritë. Dhe ajo dritë do na ndriçojë rrugën tonë drejt Zotit, siç thotë psalmisti në psalmet e tij. Fjalët e tua janë kandil në këmbët e mia. E çdo fjalë që na thot Zoti është një dritë. E le ta djekim këtë dritë që të na çojë në udhën e shpëtimit. Amin.